Fillimi I vitit 2026 do ta gjejë të përfunduar edhe fazën e 4 të punimeve në rrugën Bardhaj-Qafren, si investimi I Këshillit të Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Bashkinë. Kryetari I Qarkut Edmond Dou inspektoi nga afër punën që po kryhet në terren nga firma fituese e këtij projekti, të rëndësishëm për dy njësi administrative. Një rrugë e parashikuar të mbyllet në 5 faza. Kjo fazë është e parashikuar të mbyll dikun 520 metër, ku ju shërben qindra familjeve në fshatin Bardhaj dhe në fshatin Renc. Kam një falënderim veçantë për gjithë banorët e kësaj zone, të cilët këto ditë kanë dhënë një kontribut edhe firmës ndërtuese. Janë rreth 5 kilometër rrugë, të cilat janë parashikuar të mbyllen nga Këshilli I Qarkut Shkodër. Këto janë përfituese të drejt për drejta dy njësi administrative, njësi administrative Rrethina dhe njësi administrative e Gurit Zi. Pra janë dy fshatra, fshati Bardha dhe fshati Renc. Në këtë fazë, pra në fazën e 4 mbyllim komplet investimin për sa I përket njësisë administrative Rrethina, pra shkojmë deri në kufi të njësisë administrative Guri Zi, ku së shpejti. Ky është një investim ku në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë e Shkodrës, ku gjejt rastin të falenderoj edhe punojësit e shërbimeve, administratorin për gatishmërinë në çdo kohë, në çdo moment, për sa I përket ndihmës edhe kontributit dhënë firmës kontraktuese. Besoj shumë shpejt do ta mbyllim këtë investim edhe ta gëzojnë banorët e këtyre zonave. Është kryer gërmimi dhe skarifikimi I trupit të rrugës ekzistuese dhe po punohet me gërmimin e kanaleve anësore në mënyrë që drenazhet dhe ujërat e rrugës të sistemohen dhe mos të krijojnë dëmtim për shtresat asfaltike. Rruga parashikon shtresat e çakullit 20 cm stabilizant në 15 cm dhe shtresat asfaltike dhe rrit ndjeshëm sigurinë dhe aksesin për të gjithë banorët e zonës. Por komunitetin e zonës ky është një investim I shumë pritur që lehtëson lëvizjen e tyre dhe pritet të ndikojë edhe në zhvillimin e turizmit, pasi zona ka potenciale të mëdha. Po bëjmë asfaltimin e rrugës rreth 520 metra dhe mbyllim këtë segment në njësinë Rrethina. Ky investim I shërben këtij komuniteti që për nevojat e komunitetit për shkuar fëmijë në shkollë, në punë dhe I shkurton një pjesë të kësaj rruge të mirë. Ky investim bëhet fal bashkëpunimit të Këshillit të Qarkut me Bashkinë Shkodër. Vetë banorët falenderojnë Këshillin e Qarkut Shkodër për këtë investim që I nxjerr nga izolimi. Kjo janë shumë e rëndësishme për të marrë, për fëmijët shkollet, për fshatarët, për spitalet, për të na marrë, kjo është pika kyçe. Unë s'm duhet gjonë qëtën shtetësore, se unë bëmi ligë dhe në 12 nësë s'kam ka shkaj. Kura rruga I ke të ratë mirat, ke punësimin, ke shkollimin, ke shëndetësinin, ke të në marë. Po s'pa të rrugë, dhe se I bllokum. Investimi deri tanishëm ka përmbyllur mbi 3.5 km rrugë nga 5 që ka në total, për të lidhur përfundimisht dy njësitë administrative atë të Rrethinave me Gurin e Zi, që u vjen në ndihmë qindra banorëve. Kjo ka qenë një kërkesë e kahershme e komunitetit të këtyre fshatrave, që Këshilli I Qarkut Shkodër I dha dritën jeshile të investimit.